Rumbullaku nuk bëhet 4 orë me 4 orë. A do me hangër? Akoma ke zhurë më thonë. Kuku për mu? Kuku për mu? Në shqyqyr fitojmë në i këshu. Në i sfida, po në i gjë që në vem për banja një tjetër. Pa keq kuptime, jo merdi me tendencë, jo merdi pa tendencë. Po se ti vjen vesh kur të vjen ta këshillon Kristi. Jo, ke gabim. Ta ka këshillu Kristi 2 herë me artë onë, ma ka thonë aj. Ke gabim. Edhe ti ka ardhë më për me mua. Ke gabim. Pse Kristin për këshillu më marrë me falë me ty mas Po, aj nominimit? më ka thonë ashtu. Ky është problemi pra që ti shkon shumë me Kristin edhe beson çdo gjë që thot Kristi. Jo, në momentin që Kristi më ka ardhë më ka thonë një gjë, edhe ta thash dhe e mohove komplet. 2 herë e mohove. Ta shpjegova. 2 herë e mohove. Ta shpjegova pra thjesht zeta doja të them bisede. Jo se mohova. As më merrte me me dal pra, kjo ishte gjithë. Okej, në rregull. Unë mendoj se ti influencohesh nga Kristi. Unë për vete nuk i influencohem nga asnjëri kundrejt teje. Sa do mund të munohen. Më ka ardhë Kristi 2 herë dhe më ka thonë shko fol me Mateon, edhe më thonë nuk shkoj me bo pëse më thute. Edhe se më ardhë me fol me ty. Pse të thot pra? Pse se më ka thonë Kristi, nuk vijën me fol se më thot dikush tjetër. Unë vive shku të Shumë mirë, ndjej, po, unë më ardhë me fol. Po shumë mirë. Atë po thëmë, mos një asnjë. Unë se di çfarë thotë Kristi fare.